Po është një me që ndru me Gjesin Morning Show, e tash është koha që me intervistën e parë, e kemi në studio astrologën e njohur Velsa Dragusha, një nga më viralet në rrjetet sociale, sidomos në TikTok. Do të flasim shumë shka sot bashkë me të, do të flasim sa i përket edhe horoskopit, por edhe paragjykimet që munden me ju bua asaj si astrologe. Për kretë këto, unë po i them një mëngjes Velsës. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Velsa, faleminderit shumë që jes gju herët edhe ke ardhë me nda paka shumë rreth krejt jetës tane. Kemi prezentu edhe në fillim të emisionit që sot do të njemi me anën tjetër të Velsa Dragushës, posa asaj që jemi mësu ndoshta me panë për intervista edhe në rrjetin social TikTok. Po du fillimisht me nis, a pritove sot më qu? Jo, nuk pritova më qu. Se shdo ditë që na herët të të njëtën jëmë që herë. Na është bëjë person i hershëm, Edhe i natës, edhe i mëngjezit, veç nuk flaj shumë për gjithësisht. Sa? Po, nuk e di. Do me thonë mund është me funksionu me pak që? Po, do me thonë shumë shpesh ndodhë me flajt vonë mu që herët vetë që ashtu se du me kap ditën, jem loj personit që ajde du me kshiu komplet ditën. Nuk më do këtë koha që a flajt thëmë është humbje koha e vëdë, kështu që për qatë arsye gjithmonë zgjona herët. A në shumë mirë që pas ke energji kështë gjithmonë. Me mujtë me mësu që shtë edhe në si të shkonë super. Cila është rutina jote e mëngjesit zakonisht? Qka bën në mëngjes, kur zgjosh? Po besoj që e njës ditën edhe të me një kafe. Po, do me thonë si krejt njerëzit në Balkan, si do mës, na e njësëm ditën me kafe dhe me cigare, që ajo është e para, do me thonë, kështu që edhe dhone me që ato e njësim mas pari. Unë zakonisht nuk rri shumë gjatë mrena, kur zgjohem mëngjes, do me thonë pjesa ma e madhe e ditës më shkon jashtë shtëpisë në realitet, kështu që me njëherë ndoshta ose hala pa e pi mirë kafën, jem të fillu me bo makjazhin tem, mu bo gati për me dalë, do me thonë, edhe për me kry punë. Nga njëherë në mëngjes, do me thonë, këm klienta, në fakt shumicën e kohëve të fundit jem të i marë klientat mëngjes, për arsye se kam edhe një punë tjetër pas dite. Edhe për atë arsye, do me thonë, më ka ra paka shumë që shto me bo rutinën tem, në të kalumën e kom pas ma fleksibile orarët, ndërsa tash përbjenë si kur mëngjesin, po ma marrin realitet të aroti edhe klientat e mi. Velcun e donit mëngjes, kër prezentum që kime qenë të sët, vëgjë të regova që thash, a besën të në horoskop dënë, edhe më tha Velca më ka shtifa me besu. Është që me vërtet që Velca e ka pasat Ka këqyre apo mështin me besu edhe musën. Kër jemi tek taroti edhe tek klientat, i ke bo disa video të cilat njerëzit mund të me i pa dhe në rrjetin tonë social TikTok, që ka këgja shumë klikime dhe këgja shumë interesime në ata të cilat i shojmë edhe në për komente, që kjo shajnë, që ka. A mund është në një përmbledhje të shkurt disa karakteristika se që kam i prit njerëzit në shta për këtë pjesë të shkurtit, do me thonë në gjysmën e shkurtit, shkurtimisht. Për me dojnë mas nejtë e pjesa tjetër e bisedës. Ta është i do na me gjithë një mënyrë që shme përmbledh për shumicën e njerëzve. Në realitet, shkurti, unë mendoj, se ka pas të bëj pak me një farë akumulimi emocional, edhe në pjesën tjetër të shkurtit ka mësë shumë të bëj për me te kalu ato, me hek ato të keshtit që na kam bet, edhe si kur me thonë me gjithë një farë shlirimi që me mikprit sene ma të mira dhe ma të reja në Mars në realitet. Veçën se shkurti, ndoshta pak pa prit mas, i ka prit njerëzit me një farë energjie ma të zymt, për mendimin tim. Mi gjithat, ashtu është loji i muajit që të mësëm për disiplin, edhe të mësëm për durimin, bitë gjitha. Qka munde me përmend, për shambull, do shta do na me mendu dëshanja që a mu më duken ma me fat, të pak të me qënë se kom bo ledzimin për to para prakisht, kom po që dashi, mu ka duk që ka fat të mbarë gjatë këti muaj, ose të pak të më përgjysmën tjetër që a i kam bet, mundet me qenë edhe britsjapi, ndër ato shenjat të cilat me ndoj që i ka dalë ma mirë horoskopi, peshqit gjithashtu, edhe ta është e di që s'pju përmeni juve dyve, po... Sa kështu thonë Gelin, as ko kun kërka. Po ti e ki hanë ndash, kështu që... Se mi ka ledzu edhe hartat natale, kështu që edhe... Vlenë edhe për ty. Qka po kërkujnë zakonisht klientat tek të Velca? Po besoj që kërkesat jënë të panumërta, se si që ceka dhe para pyetjes para prake, e shonë për komentet e tua që ka shumë kërkesa, tregona diçka për ujorin, që shka me qenë dashnia për peshqet, cilat janë kërkesat nështë që i merë mas shumë të kryesisht për ledzimet e tua?
Tash, mendoj ku na dhem të tëmve, ndoshta edhe ku është pika e dobët e gjithë njerëzve, është dashuria. Krejt njerëzit dojnë me ditë për dashni. Në den kështu që qaja është zakonisht ndër pyetjet e tyne. Edhe kur kam probleme të tjera njerëzit, edhe kur ju intereson me ditë për financa, për punë, për shëndet, apet nuk mundën me lanë pa pyetje dhe diçka për dashnin, qa që rëndësishme është për neve ajo. Kështu që po mendoj që dihet që qaja është kryesorja. Do thonë njerëzit zakonisht dojnë me ditë për atë pjesë të zemrës së tyre, për një person specifik. Tash të shqiptarët jenë pak romantika, a kthehet ishi, nga që si pyetja. Edhe, për shembull, a e manifestojnë çdo pyetje që i bojnë, mandej a ke pas kontakt me ta që a i ma vonë, a manifestohet që ajo që e ka nëse që e menojnë? Nëse jetu pyta i dalin fjallë, për shembull, ta shte mendoj që një numër i tynëv ju dalë, sigurisht, apeden, një numër tjetër nuk e dija ju dalin as ju dalin, sepse nuk e të kallëzojnë, ose ndoshta veç kur është e kalon terminin për një herë tjetër, edhe ti supozon që senet të ka kanë të shku mirë, apeden, se kështu mjë najtë gati të në kohën, nuk ka mundësi ashtu, po edhe ata besoj harrojnë, apeden, ka një herë më të kallëzu që ju ka ndodhë diçka, apo s'ju ka ndodhë. Mirë po me thonë që 100% të rasteve më ka ndalë fjallët, nuk moj me thonë, kom qef me kanë sa ma realiste, edhe nuk është taroti për ata. Edhe vetë njerëzve ju thëmë që është ma shumë reflektimi energjisë tane subjektive, jo i realitetit objektiv. Kështu që nga një herë që ka mundet me kanë të mdalë, mu këto është veç dëshira jote e madhe për mu këthy me këtë person, apede qysh. Me gjithat, është një reflektim i qartë i ndjenjave të personit tjetër, të cilat ja u trege njerëzve, do me thonë, menoj që ato i dalin shumë shpesh, nëse i thëmë valahin është i mërzitën, ose nuk këtu janë ose është me dikën tjetër, zakonisht qaja del, apeden. E the edhe vetë Velsa që taroti, se qka është taroti në pika të shkurta dhe që ke shkuptot shumë prej shumicës e njerëzve do thot pjesa e tarotit. Po me nga të regu, do më thonë kur ka njës krejt kjo dashnie dhe krejt kjo për tarotin edhe se qka është realisht taroti, sepse e kom pa që të shqiptartë kogja shumë para gjykohet edhe ke shkuptohet pjesa e tarotit. Po ku ka një dashuria, mendoj së pari unë kom fillu me astrologji. Astrologjia ka qenë diçka e cila mund ka pëlqy shumë, sidomos kur jem kon halatu rrit, se me thonë e vogël, 12 vjet nuk je bash. Nga musha 12 vjeqare ke nis me tarotin. Po. Jo, me astrologjin. Me astrologjin, okej. Ka qenë diçka të cilën e kom nisë dhe më pastaj nuk kom mujt me nalë. Më ka pëlqy shumë, ndoshta më ka pëlqy sepse është një farë metode e kategorizimit e njerëzve, kur je i ri edhe ki dëshirë me njoft kush janë njerëzit për rreth teje, sigurisht që e gjen një metodë të caktuar. Edhe na dhe pa e vrejt vetën tonë i kategorizojmë njerëzit po thjesht në mënyra të ndryshme. Tashti varet pak edhe prej kulturës, ambientit se ku je rrit, në disa fëmijë ndoshta e kategorizojnë njerëzit në bazë prej kohit janë, ose janë të pasun, a nuk janë, a den është pak edhe kultura familjare, po ka një herë ka të bëj edhe me sa mendje hapun një njerëzit për rreth teje. Prindrit e mi gjithashtu ju pëlqen horoskopi, ka një herë lexojnë, nuk janë bashkë qas dhonën sa unë, mirë po mu ka do këshëm metode saktë, do me thonë e kategorizimit e njerëzve, edhe në nshenjat i kom su, për një kod gatë kom lexu thuj se çdo ditë për këtë sene. Tarotin e kom fillu ma vonë, e kom fillu prej moshës 18 vjeçare. Ka qenë diçka spontanisht, veç e kom pa që shumica e njerëzve që mirën me astrologji, mirën ka pak edhe me sene tjera. Qoft kafe, qoft runes, thirën një disa lloj gurve që parashikohet fati me to edhe taroti, edhe veç që kom porosit online, edhe ja kom nis me bo. Do me thonë, ka qenë diçka cilën se kom mendu 2 herë, veç e kom fillu me bo. Sa i përket që është taroti, unë tashti mendoj që shumica e njerëzve keq kuptojnë, sepse si thush bëj horoskop ose këshyri tarot, se një por që e menojnë është po bëjshë magji, edhe kanë qatë shumë dallim me njëna tjetërën. Mendoj që e kom përsërit shumë shpesh këtë sen, po tashti kush dënë me ngu se ka një herë fali njerëzit të veshi nuk të ngënë, ose nuk është tu e kuptu që e të thonë ti. Taroti si që thash, është reflektim i energjisë. Mon është me përdor për shumë sene, mon është me përdor për me kuptu ma mirë të kalumën, për me kuptu vetën tane ma mirë në të tashmën, për me shqyrtu disa opcione rreth të ardhmës, mirë po është përgjithsisht do më thonë një vegël e mirë për me njoftë vetë vetën edhe njerëzit për rretheje gjithashtu. Ndërsa magjia është këtë komplet diçka tjetër. Do me thonë ti jetu tentu me anë të saj, me ndryshu fatin,
ti po dënë me ndërhy në punën e karmës. Ajo ka konsekuenca të mëdhaja, njerëzit të cilët mirën me atë sen. Ndoshta as nuk e kuptojnë peshën e asaj që e bojnë. Dërsa taroti, unë për menimin tem është shumë light-hearted, është diçka shumë ma e lehtë, është shumë ma e kapërdishme, e këndshme, edhe për atë arsye kanë dallime të mëdhaja. Po njerëzit shumë shpesh i përzin këto dyja me njëra tjetrën, edhe një numër i klientave, ndoshta nuk është mirë dhe me përmend, po disa njerëz kur më shkruajnë, e menojnë që po më shkruajnë për çata. Për shembull, për magji. Për pjesën e magjisë, do të thotë ki kërkesa ndoshta pa e ditë mirë, pa e ditë mirë. Se kuptojnë që janë të kërku, për shembull, a më nësh më mnimu ma bojnë, i thëmë qysh po menen më të nimu, se me tash e kom kuptu, çka po dojnë me thona, vëdi, vëshin, po për shembull më mbo bashkë me dikën, më ma këthy njëtën tem, dhe do me thonën shpeshar ju thëmë këne njerëzve nuk e bëjën ato. Edhe ta sugjeroj mos me botë se kërkosh, edhe ta sugjeroj mos më merr me atë farë pjesë. Po do me thonë, unë mendoj që kërkesa është shumë më e madhe se sa që në realitet ka njerëz cilët e bojnë atë punë. Pra është pak edhe të bëj me dosane ndoshta një anë e errët të cilën nuk e pranojnë njerëzit për vetveten. Që shumë ma shumë janë të interesuar njerëzit më bojnë një tjetrit magji se sa që jeti që qosh edhe i bën dikujt, për shembull për ta. Okej, do të Pak e frekshme kur Po nuk kërkesa të klientave po besoj që Po do me thonë njerëzit e zakonshëm janë pjesa e frekshme këtë, fshehtësia e tyre. Po dhe njerëz të zakonshëm, po them, pak e frekshme kur po i din mendimet e tyre se çka janë të gatshëm me bo. Velca i paragjykon ti njerëz në bazë horoskopit, në bazë shenjave që kanë lind që janë. Ai paragjykon kështu, ai gjykon se çfarë njeri është kë? Ndoshta në të kalumen pak më shumë, në të kalumen, po, i kam paragjykun të kalumen, po, tash për shembull jam shumë ma hapun, është pak edhe instinkt njerëzor, nëse një person me një shajt caktuar një herë ka trajtu keq, ti tash trunit është i programu me majtën men, mos me lanë më të ndodha peti njëjti sen edhe më mbrojt. Kështu që e krijon dishte pak një farë droje ndaj disa shenjave, po me kalimin e kohës, kur janë nismi marrë senet ma pak personalisht, i mundesh me qenë edhe ma i hapun ndaj gjitha llojeve të njerëzve, shenjave, nga një herë edhe pa e ditë shenjën herë, mundesh me vazhdu, ndonë se është pak e vështirë për mu që e bëj këtë profesion, se për mu është shumë pjesë esenciale e karakterit tënë me ditë edhe shenjën tone. Po nuk është se të bën tash të mirë ose të keq para syve të mi ajo. Mu shumë bëjë interesant, masi mu së mnja, dodin e një, mu së mnja, unë jam ujor, do të komplit me 2 shkort, hajtë, a mu nësh më përshkryjt pak. Qfar njeri për dok në me shto momente, ose me sa ke ledzu për ujorit? Tash në shenjat nuk ti dina, se nuk ta dina orën kur ke linë për momentin, edhe sun ta kalkuluj në ashtu për shtu, po nëse duhet me fol për shenjën e ujorit, të diellit, ujorët konsiderohen si persona inovativ, janë persona unik, që dallohen nga të tjerët, shenjë komunikative, kejtë shenjat e ajrit janë pak mallafazane, peshorja, binjoku dhe ujori këto të trijat. Ujori e ka uranin planet kryesor, që nënkupton që ka gjithçka të bëjë me socializim, me teknologji, me krijimin e një rrethi dhe rrjeti të gjerë të njerëzve, mirë po tradicionalisht e ki edhe Saturnin për mbi kokë, që ekziston një pjesë e jotja që është edhe konservative në të njëjtën kohë. Pra që i mbron ndoshta do ide edhe ma tradicionale, vetëm për arsye se ti rezonon me to. Po është edhe një pjesë e jotja që është shumë larg pamse. Tjetër sa çka më me thon për ty, për mënyrës që unë po të shoh të paktën, përderisa dukesh sikur një personalitet shumë i hareshëm, në eksperiencën time njerëzit e hareshëm e mbajnë një farë melankolie brenda vetës goxhat madhe, që e fshihin. Kështu që ndoshta nuk është formati i duhur me ta thonë këtë televizioni, me qënë se shumë personale, po është thjesht një guess e jamja, më fëdin që apo ma më përmenja. Faleminderit për vlerësimin. Ka qenë pikërisht emisioni #Gjesi disa vite më parë, ku Velca e ka parashiku mësafirin e radhës që do t'jetë pas pak në studio për Parim Ramën, kryetari i Prishtinës, kështu që maj me këto këshilla sepse mundën me të Okej, po më befasajnë edhe po më interesant për shembull të qëto parashikimet, qysh munësh me... Qysh funksionan parashikimin, qysh e bën Velca parashikimin, ndështë edhe për krejt ata të cilët janë duke na pa, e di që e bën për mes letrave të arët, po qysh funksionan, ndështë për mja u bo më të qartë edhe publikot se qysh funksionan taroti? Qysh si pas ke marrë letrat? Taroti, kur i qëtë letrat të në qëfar dëlloj mënyre, këtë njerëzit që a bojnë tarot e kanë mënyrën e vetë. Nuk është që shkojmë pej një formati, po
E para është intuita jote, e dyta është kuptimi i letrës. Do me thënë, i bëm bashk, e kryen të atë storjen që jetu e po, edhe kuptimi një jetë kejtë te. Veden artikulimi te jenë fund. Veden, ka kuptim se cila për tyne, janë 78 letra, ki edhe letra të orakullit që nuk kanë të bëjnë fare me tarotin original. Në realitet, pjesa më e rëndësishme është energjia jote dhe çka jetu ndjeti përballë me personin të te. Ekzistojnë ndoshta 100 mënyra ose alternativa që ti mundësh me interpretu vetëm një letër, e le moj bashk 3, 4, 8, sa ti bën te. E ti duhet me të vërtet me kom pak ma impret, ma i zhvillum, për me kuptu që kë interpretim prej 100-tave i shkën që ti njeri. Do me thonë, është qashtu, ka të bëj ma shumë me intuitën, diçka në cilën ti ki akses ndaj saj, edhe ti mund është me pas, edhe ti gjithashtu është muskull edhe ajo zhvillohet, edhe ajo ushtrohet. Nuk muna me thonë që qysh di që tash me këshyrë kom ditë ndashta para 8 vjetë, kur ja kom nis. Kur ja kom nis atë në fillim, ka qenë edhe një mungesë e guximit ndër të tjera, se ti tutësh a është qështu, as është qështu, a pja qëlloj, as pja qëlloj, edhe jep një verzion shumë të filtrum të asaj qa peshe. Kështu që sigurisht me kalimin e kohës, çdo herë ma e mirë bosh edhe në qatë pjesë. Mirë po, në isen qatë di me thonë, kejt njerëzit thonë që ai kreativiteti i fillestarit është ma i rëndësishme. Kështu që unë kur jam ardhur këtu në fillim të 7, nuk jam konë ma eksperiencu mja saj për këtë tarotit, po e kom pasat kreativitetin e fillestarit. Për që ata mendoj që edhe kom arrit me parashiku me anë të letrave që ata. Okej, që ka dalë kështu. Velsa, e tham që kemi me njoftë edhe një anë tjetër të Velsës, pas që është tarotologe dhe astrologe dhe që bën parashikime të horoskopit edhe bën parashikime me anë të letrave tarot. Velsa është edhe gazetare, ka bu disa hulumtime të ndryshme, gjana të ndryshme, por që ka edhe një pasion shumë të madh për shkrimit. Është edhe një aktiviste shumë e zëshme për të drejtat e grave, kështu që po du me undal pak të kjo pjesë me nga tregu paka shumë rreth punimeve të gazetarisë, artikujve të cilët i ke shkru, pjesën e shkrimit, çka janë këto për ty, çka do të thojnë këto për ty? Gazetarin edhe shkrimi përgjithsisht janë dy gjana shumë të bukra për mu. Do me thonë, kur krijon diçka ti vetë, e ka një farë shije, një farë, s'po di që me thonë kënaqësie që nuk krahasohet let me diçka tjetër. Nëse jëm të krijuar e diçka që tash, nëse unë jëm të hulumtur rreth saj, nëse kejt bashkë unë bëj, është sikur me thonë thojza krye vepra jote, edhe nëse nuk është me doja mos artistike, hulumtimet zakonisht nuk janë artistike, po ta jap qatë ndjesis që kur me kanë krye vepra jote, dhe ndjehesh sikur ke qenë artistin dënë se i ke shku në bazë të disa rregullave dhe në bazë të një strukture. Tashti, unë kur e kom fillu në fillim gazetarin, nuk kom ditë kur gjë për të, kur kom hynë fakultet, kom qenë tabula rase dhe kom thonë çka të mësojnë, le të mësojnë, po mendoj që kom një afinitet të lindur për të, me qenë se letërsia edhe shkrimi gjithmonë më kanë tërheq, sidomos në aspektin artistik, çka kom shkrujt deri më sot, qa më ka ra me shkrujt, më ka ra ka pak me shkrujt rreth showbizit, po nuk ka qenë fokusim, hulumtimet të cilat unë kam bo kanë qenë rreth Alp Kingsit, ato e kemi bon bashkëpune me Insiderin, tjetër sen që ka ra me bo ka qenë zakonisht ose për drejtat e grave, nëse s'gaboj e kam edhe një artikull që e kam shkrujt për AGK-n, këtë bashkë që kena qenë, edhe rreth të qenurit transgjinor, se kështu më në transgenderizmi, nuk e di se edhe kështu me radhë, disa për tyneve dhe nuk më kujtohen, po, përgjithsisht jam e fokusu me këto temat sociale, është e vërtet që do me thonë më interesën për të drejtat e grave, është diçka të cilën mendoj që kejtve duhet mjë interesu, qofshe apo nuk qofshe grua, sepse dallimet gjinore edhe mos barazia na afekton gjithve. Edhe meshkujt edhe femnat për njësoj i afekton në e farpjese. Planifikon të ardhmen me nastil ndë një liber të perishkrimeve tua, diçka e tillë? Unë shkruj poezi që një kohë të gjatë, më pëlqen shumë poezia, mirë po, fatkeqësisht, jo vetëm Kosovë, po në këtë botën librat me poezi që shë parë, në mas pak t'i blehen edhe mas pak t'i lexohen. Kështu që, përderisa e kisha botu një libër me poezi, sigurisht me pritshmëri të ulta asaj përket shpërndarjes. Një dëshire ime është me shkruajt një roman, por po është pak e vështirë. Edhe njerëzit që shkruajnë që një kohë gjatë e kanë ndoshta këtë problem, nuk e di, po
më bëhen bajat idetë e mia. Sa jam shumë e emocionume, e filloj diçka, sa më duket që është shumë e keqe. Më kujtohet që një shok i jam më ka thonë që artistat nuk mundën me kanë artista pa e urry pak punën e vet. Kështu që po më duket që I'm halfway there, gjysën e kom kry, shumë shpesh po urrej punën tem, ma shumë se sa që po më pëlqen. Po jam rrugës edhe kom qef në të ardhmen me botu diçka si kur një roman, me prek zemrën e njerëzve. Okej, pas ke përshtat paka shumë edhe profesionin e gazetarisë me astrologji, shkoj me njën e tjetrën, që shumë mirë. Kur kemi kësi musafer, koha shkon shumë shpejt, kështu që veç po du me të pyet Velca shkurtimisht se për cilat janë planet e tua për këtë vit, për vitin 2026. Apo nuk i ke menu aloja këllun spontanitetit? Sigurisht një pjesë që ka sun kontrollohet, ato nuk e planifikoj, një pjesë e za që ka me kanë mbushën me surpriza, edhe me mundësi të paprituna, atë pjesë e pres me shumë ëndje, më pëlqen shumë do me thonë me po qka ka vetë univers e më kallëzu mu për 2026, mirë po pjesën tjetër qka e kom planifiku, është mu fokusu do me thonë në qëllimet e mija profesionale, në aspektin karrieror me mrima tepër, financiarisht me qenë ma stabile, po për pos stabilitetit pse me rajt, kisha pas qef ma shumë se sa stabilitet, ndoshta luksin me bo gjatë këti viti, përse jo. Po, rojnë edhe përshpërcojmë që kime pas... Inshallah, kur të komon e keni edhe jo më sarrani. Pa tjetër. Faleminderit shumë Velca që kjo sot në #Gjesi dhe paka shumë u njoftume dhe me ty dhe me punën tonë që e bajnë. Faleminderit shumë për kohën, shihemi dhe irave tjera. Faleminderit shumë të dyve. Faleminderit shumë.